Vladimir Putin, dhe më vjen keq që e përsëris si shembull, nuk ja mohoi kur kundërshtarit të tij politik, i cili humbi jetën dhe në burgjet siberiane të regjimit autoritar të Kremlinit, edhe jetën, nuk ja mohoi kur lirinë e shprehjes. Sepse edhe nga burgu në Arktik, ku Navalny u izolua dhe ku më pas humbi dhe jetën, a i fliste lirshëm për media, denonconte kushtet shnjerëzore të trajtimit si dhe kritikonte hapur regjimin autoritar të Putinit. Por në Shqipërinë, në vendin antar të NATO-s, në vendin antar të Këshillit të Evropës dhe kandidat për antar në Bashkimin Evropian, ndodh e kundërta, sepse një nga dy liderët kryesorë të opozitës, presidenti i Partisë së Lirisë, për më shumë se një viti është izoluar në ekstrem dhe është privuar nga e drejta për të komunikuar lirshëm jo vetëm me struktura drejtuese të Partisë së Lirisë, jo vetëm me simpatizantët e tij, por i është mohuar dhe liria e shprehjes, pa e drejta për të komunikuar lirshëm me mediat dhe me gazetarët, dhe kjo ndodh vetëm sepse ky është urdhri politik i dhënë drejt për drejt nga Edi Rama, i cili gjithashtu e ka ndëshkuar 2 herë zotin Meta, edhe pse ka arritur në mënyrë indirekte të komunikojë me gazetarët. Ndaj imagjinoni kur Tirana sillet më keq dhe me metoda më represive se Kremlini, se sa vlerë ka retorika e këtij regjimi për gjoja integrimin evropian.